Pak nga pak hapësirat publike të qytetit të Vlorës, të cilat më pas në sezonin veror do të shfrytëzohen për plazh, po bëhen gati. Në bregdetin e Lungomares ka nisur të vendosen çadra dhe shezllongët e parë për të bërë gati për sezonin veror, që këtë vit ndryshe në ata të mëparshmit, të paktën sipas informacioneve deri më tani, të drejtën për shfrytëzimin e hapësirës publike do ta kenë vetëm njësitë hoteliere. Nëse e krahasoj me një vit më parë, bregdeti i Lungomares përgjatë kësaj periudhe, në 2024 kishte shumë më tepër hapësira publike, ku ishin të vendosura çadra dhe shezllong. Hapësira publike këto të cilat shfrytëzoheshin nga subjektet private për plazh, pasi një vit më parë mund të aplikonin për plazh dhe bare dhe restorantet, por edhe kushdo person i cili plotësonte kushtet për të menaxhuar një hapësirë plazhi. Jo vetëm kaq, por kërkesat nga muaj në muaj shtoheshin tepër, duke arritur deri në 220 apo 240 të tilla, në muaj ngusht, të cilat kishin zaptuar totalisht bregdetin e Vlorës, duke mos lënë thuajse asnjë hapësirë boshe, falas për qytetarët, ndërsa këtë vit realiteti të paktën nga informacionet pritet të jetë ndryshe. Numri i hapësirave publike të cilat janë marrë tashmë në posedim nga administratorët e subjekteve private përgjatë vijës bregdetare nga Zvërneci në Orikum është rreth 20 të tilla. Subjekte këto të cilat kanë aplikuar për plazh, leja e tyre është miratuar dhe është lidhur ndërkohë kontrata me Bashkinë e Vlorës. Janë pikërisht këto subjekte, njësi hoteliere të ndodhura në shëtitoren Lungomare kryesisht, të cilat po nisin përgatitje për të vendosur aty çadra dhe shezllongët për të bërë gati për të pritur turistët. Ndërkaq, sipas informacioneve, numri i subjekteve që kanë aplikuar për leje për hapësirë publike për plazh shkon deri në 70, por për një pjesë prej tyre leja nuk është aprovuar dhe për një pjesë tjetër ende nuk është lidhur kontrata me Bashkinë Vlorë në mënyrë që mund të shfrytëzojnë hapësirën publike për plazh. Numri i subjekteve në vazhdimsi pritet të jetë edhe më i lartë. Sipas parashikimeve, këtë sezon veror jo më tepër se 90 subjekte në të gjithë vijën bregdetare do të kenë mundësinë të kenë një plazh të menaxhuar prej tyre, ndërkohë që referuar numrit një vit më parë ishte thuajse 3 fish më i lartë, çka do të thosë se këtë vit pritshmëritë janë të kemi më tepër një sezon veror ku do të ketë më tepër hapësirë publike, falas për qytetarët e Vlorës, pushuesit vendas apo edhe ata të huaj.